Policia e shtetit prezantoi në Durrës masat për garantimin e sigurisë gjatë sezonit turistik veror 2026. Plani parashikon shtimin e pranisë policore në zona turistike, monitorimet teknologji dhe forcimin e kapaciteteve të njësisë policore detare. Për Policinë e shtetit, menaxhimi i sezonit turistik mbetet prioritet absolut dhe shoqërohet me një angazhim të shtuar operacional në të gjithë territorin. Për ne, ky fluks nuk është thjesht një ngarkesë pune. Ai është testi më i rëndësishëm i profesionalizmit ton, i aftësisë për të garantuar sigurinë publike, për të ofruar shërbim me dinjitet, etik dhe për të mbushur me efikasitet gjithë detyrimet tona. Në këtë realitet të ri të zhvillimit të turizmit, etika në komunikim merr rëndësi të veçantë. Policia kufitare dhe më pas policia rrugore janë kontaktet e para që një vizitor krijon në vendin tonë. Uniforma jonë duhet të përfaqësojë autoritetin e ligjit, por njëkohësisht dhe mikpritjen, integrimin dhe mirësjelljen, si vlerat spikatura të shoqërisë shqiptare. Komunikimi profesional dhe etik është çelësi për të ndërtuar besimin e vizitorëve që në minutët e para të qëndrimit tyre në Shqipëri. Në aktivitet mori pjesë edhe Ministri Punëve të Brendshme, Besfort Lamallari, i cili tha se rritja e turizmit kërkon standarde më të larta sigurie dhe e cilësoi sezonin veror si një nga sfidat më të mëdha për Policinë e shtetit. Kur një turist zgjedh Shqipërinë, ai nuk zgjedh vetëm një plazh, një mal apo një qytet historik. Ai zgjedh një shtet që e pret me dinjitet, që në pikën kufitare dhe e mbron me profesionalizëm. Përveç të ardhurave për ekonominë, turistët sjellin edhe besim në termat e imazhit të vendit tonë, duke u bërë kështu ambasadorët më të mirë të Shqipërisë në vendet ku ato jetojnë. Ne këtë duhet t'u kthejmë me shërbime më të mira, me më shumë siguri dhe patjetër edhe me më të mira që ofron vendi ynë. Një vend i sigurt nuk ndërtohet me fjalë, por me shumë punë e përkushtim, me njerëz që zgjohen të parët dhe flen të fundit. Dhe këtu e kam fjalën pikërisht për ju, për punonësit e policisë së shtetit, e cila ka barrën kryesore në këtë muaj me fluks të lartë udhëtarësh dhe grumbullimesh në zonat turistike të vendit. Lamallari theksoi se gjatë vitit 2025, njësia policore detare dhe policia kufitare u kanë ardhur në ndihmë 231 qytetarëve dhe 80 mjeteve lundruese në vështirësi, ndërsa kanë kontrolluar mbi 5600 mjete lundruese. Ai bëri të ditur se këtë sezon do të rritet prania operative në Bregdet, ndërsa policia kufitare do të përdorë teknologji të reja të lidhura me sistemin TIMS për të lehtësuar procedurat për jahtet, velierat dhe mjetet e tjera lundruese. Ministri falenderoi efektivët e policisë së shtetit, policisë kufitare dhe njësisë policore detare për angazhimin e tyre në garantimin e një sezoni turistik sa më të sigurt.